Vetëvendosja në pozit me 48 deputet, i shkon një vetëvendosje fort e dopt, e pagoj. Edhe tjetra, Mahamati, kër kanë arrestu Albin Kurtin për delikuencë, jënë shku njerës se kanë gjujt me gur, stacion e policisë, deri jo jënë detyru policia me lëshu Albin Kurtin. Sepse kanë besu në pak... Jo, nuk ka dyshim specifik se... Nuk ka shumë rëndësi kush e ka gjuj. Për që të qashim ka të më thonë, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka pas që publiku i gjerë e ka pranu si metodë, sepse ju ka dhim të Albin Kurti, personi që shkryhet në rrugë për të mirë në Kosovës. Publiku i gjerë mo nuk e hanat fore. Albin Kurti është një nga politikanët i cili ka qeveris keq. Jashtëzakonisht keq. 42% keq. Edhe ka, po normal. Shka me atë punë. Sjo me sigurt. Jo mërë kjo është, ka pjesë jo në të vëzlëk. Fatkesisht sjo me sigurt. Ka njerë se e kanë të vëzlëk edhe nuk jo naj faj. Apo dhe në kështu që... Ti e 48. Mi pas përqy që vëllja e kështë ma shumë. Jo. Apo mi shta Mi pas përqy i kështë donë ma pak. Apo mi shta krype... Po. Hera parë që një parti hub 10%, qeveriset para vetëvendosja, s'ka tjetër. Sa i përket situatën kalumen, kjo për Dardanin. Dardani dashti me marrë një paralele dhe me thonë që nuk mundesh, se në të kalumen ka ndodhë tendenca për me mohu të parin. Nuk o situata, zotri. Ja, nuk thash është tune. LDK-ja o kone para? Jo. Nuk thash për të parin. Qa thep? Thash tendenca për me morë të rebelumët, njës jashtë sistemit, partitë e pjekuna me shtinë sistem. Së përgjësia jona, ja. Jashtë sistem nuk me shtinë bërg, janë sistem. Nuk ka përgjësia. Që të kështë pytja. Kush ishte Jo, së pytja, kjo a përgjigje. Kush ishte bërg ata? Institucionet e Kosovës. Po si shtinë. Po për të shpa, LDK-ja, si parti... LDK-ja si parti bëgjë me para, edhe Ibrahim Rugova si personi maj vëtum historikisht në Kosovë, Jo, mora. ka qenë ftus. Po të i ka ftu. Adol Albini ta. Ndoket jo. Qysh? Valla ndoket jo. A dhe shka? Në momentin... Paransishme. Po pësit paransishme. Komplet paransishme. Në momentin kër ka fitu, o ko ma i vëtume në Kosovë. Po. Tash, a i ka qenë që i ka ftu partit? A i ka qenë që i ka ftu partit e vogla? Nuk o kote na fitu si arrogant, kur? PDK-ja ka fitu, ata i kam thirë. Është hera parë, kjo situatë e re, fitu si arrogant, që masit fiton, deli u thët njerëzve i një kafsh, kjo situatë e re. Pra ndaj nuk ban me e trajtu si kur një gabim në politik, sepse në situata normale, me të parin bashkëpunohet. Qa du me bo, Lerim? Duhet... A du të me arrestu Albin Kurtin? Jo. I ki dy mënyra në jetë politike. Edhe e ka rastin konkret që e mërë vetë. FPO-ja, e ka fitu zgjedhjet, po janë neofashista, neonazista, edhe nuk janë kumedit përsa qaç ekstrem. Po këj vetë tha që nuk i ka pranu. E ka poj 2 e 3. Që e ku e ki rastin? Një shëshnik demokratike që i thët, i ke fitu të zgjedhjet, po prapë shumiza të muzë e një kondër. Edhe e ki Gjermani, në pretëm tash. Që në shkenca politike mësohet qartësisht. Një për mënyrë avshish rritën populistat është normalizimi tyne përmes partive tradicionale. Pse Gjermania, pse SPD-ja në Gjermani, po dënë me dëmtu vetën prapë, të i hinë koalicion me CDU-n, që me tholi DK-PDK, mas një qeverishe që ishdo është mu rehabilitu në pozit këta, pse o ka dënë me bo? Mos me liu që ta, rehabilitimin e AFD-s, që ty në neonazistave, për mes bashkëpunimet me ta. Shpëdojnë me bashkëpunu me ta. Fakte edhe mundësia akoma nuk e kanë për mi bo të jashtë sistemit, me i largu, po që a mundën me bo, me na kornizës demokratike është, me thoni, jo, bashkëpunimet me ta. Edhe po e bojnë. Në Austri... Dardoni së është i pajtimit heq ka po. Në Austri e kanë marrë FPO-n, të dash me normalizu, e kanë rritë. Ta është shpëdojnë me bo gabimin e njëjtë, s'pe marrin. Kështu që vetëvendosja jo se qashtu o tek,